Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani spec djegës, por ja çfarë i ndodh të zemrës, diabetit dhe kolesterolit. Shumë kohë më parë është zbuluar për herë të parë speci djegës dhe është përdorur i tharë, ytymosur, por edhe falë përbërësit që ai përmban të quajtur kapsaicin, që kur konsumohet siç duhet mund të jetë një aleat i fuqishëm për shumë çështje shëndetësore, ka mbërritur deri në ditët e sotme. Dhe ne këtu do t'ju njohim me disa përfitime që ju do të keni në qoftë se do të përfshini këtë spec djegës në dietën tuaj. Mund të bini nga pesha. Studimet kanë treguar se ju mund të rrisni aftësinë tuaj për të djegur dhjamin dhe për të ulur oreksin duke ngrënë speca djegës. Mund të parandaloni infeksione të ndryshëm. Bota ka përdorur erza dhe barishte si një mjet për të ruajtur ushqimin që nga fillimi i kohës. Sidoqoftë, ajo që shumë njerëz nuk dinë është se studimet kanë zbuluar shumë veti antimikrobiale tek speca djegës. Për shkak të kësaj ekziston një larmi infeksionesh të cilat mund të parandalohen nga speca djegës, siç mund të jenë grykët, prishja bakteriale e dhëmbëve dhe infeksionet e sinusit. Mund të luftoni dhimbjet e shkaktuara nga migrena. Një nga mënyrat për të përfituar nga speci djegës është duke përdorur kapsaicinën e pranishme në të si një spraj hundësh. Studimet gjithashtu kanë treguar se kur ju aplikoni këtë spraj në vrimat të hundës, efekti kundër dhimbjeve të migrenës dhe të kokës është jashtëzakonisht i fuqishëm. Jeni në gjendje që të luftoni edhe diabetin. Është provuar shkencërisht se kapsaicina është në gjendje që të ulë nivelin e glukozës në gjak, duke rritur kështu nivelin e insulinës. Për këtë arsye, speci lufton diabetin. Mundet të shpëtoni edhe nga hipertensioni. Studimet mbi kafshët tregojnë se ky përbërës mundet që të qetësoj enët tuaja të gjakut, të ulë presionin e gjakut dhe madje mundet edhe të ndihmojë të gjithë ata të cilët vuajnë nga hipertensioni. Speci djegës është përdorur prej mijëra vitesh kundër disa problemeve shëndetësore. Këtu përfshihet urthi, llapia, sëmundjet e stomakut, temperatura dhe gjithashtu problemet me tretjen, fytin, çrregullimet hormonale, të vjella dhe bajamet. Speci djegës është tejet mirëbërës edhe për shëndetin e zemrës tuaj, por konsumimi i tij ka gjithashtu një ndikim të menjëhershëm edhe në sistemin e qarkullimit të gjakut, enët e gjakut dhe gjithashtu për të pastruar arterjet dhe tensionin. Pjesa më e madhe e vlerave në fjalë i atribohet pikërisht kapsaicinës, një substancë e cila shkakton aspektin djegës të specit. Kapsaicina gjithashtu ka edhe një reputacion të shkëlqyer kundër dhimbjeve, madje përdoret nga industria farmaceutike për kremra dhe tretësira kundër artritit. Sa i përket shëndetit të zemrës, disa studime kanë sugjeruar se konsumi i rregullt i specit të kuq djegës ul tensionin e gjakut, kolesterolin dhe pengon njëkohësisht trombozën. Këto probleme munden që të shkaktojnë edhe atak në zemër. Vlera të tjera të speci djegës. Speci djegës është një burim i shkëlqyer i karotenoidëve, antioksidant të fuqishëm të cilët parandalojnë dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Sipas informacioneve, speci djegës përmban edhe një sasi të lartë të vitaminës A. 2 lugë gjelle me spec djegës të kuq në variantin pluhur ofrojnë 47% të dozës së nevojshme ditore të vitaminës A.
Përveç kësaj, specat e kuq djegës janë një burim shumë i mirë i vitaminës E, C, B6, K, manganit dhe fibrës dietike. Si të përdorni specin e kuq djegës? Speci i kuq djegës mund të përdoret i thatë ose edhe i freskët. Ai mund të përdoret në salca të ndryshme, gatime me mish, supa dhe fasule. Niveli i nxehtësisë së specit mund të minimizohet duke hequr disa prej farave. Farat duhen hequr duke përdorur doreza dhe duhet shmangur sigurisht kontakti me syt. Vlerat shëndetësore të specit djegës janë vërtet të shumta. Si një lehtësues natyral i dhimbjes, speci djegës arrin që të mbrojë zemrën dhe të ndihmojë sistemin tuaj imunitar. Madje në lashtësi është përdorur për të parandaluar probleme të ndryshme. Speci djegës përmban kapsaicin, një substancë e cila arrin që të ngadalsojë dërgimin e sinjaleve të dhimbjes nga receptorët e lëkurës në tru. Këto substancë mund ta keni hasur edhe në pomada që përdoren për trajtimin e osteoporozës dhe artriti reumatizmal. Gjithashtu, speci djegës stimulon qarkullimin e gjakut, gjë që ndihmon në funksionimin e muskujve dhe nyjeve. Studimet tregojnë se vaji i ullirit përmban oleokatin. Kjo substancë ka aftësi antiinflamatore pasi lufton dy enzima të cilat shkaktojnë inflamacionin kronik. Si ta përgatisni këtë kur në vetëm 2 metoda? Njëra nga metodat e kësaj përgatitje është fare e lehtë. Në një kavanos të qelçt, ne do të vendosim 2 deri në 3 speca djegës dhe më pas do t'i mbulojmë ato me vaj ulliri. Nga ana tjetër, kavanosin e mbyllur, ne do ta vendosim në një vend të ekspozuar në dritë dhe e lëm aty për plot 2 javë. Më pas mjafton që ju ta aplikoni këtë në përgatitje në zonat të cilat ju japin shqetësim. Nëse ju nuk doni që të prisni 2 javë për këtë kur, mjafton që ju të ndiqni këto hapa. Ajo që do t'ju nevojitet është gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur dhe 1 filxhan çaj me vaj ulliri. Vajin e ullirit si fillim ne do ta hedhim në një tas dhe do ta ngrohim në banjomari. Pra ne do ta vendosim tasin në ujë të ngrohtë. Më pas aty do të shtojmë specin djegës pluhur dhe do ta trazojmë në mënyrë që përbërësit të formojnë kështu një masë homogjene. Këtë masë aplikojeni në nyje apo muskuj të cilët ju shkaktojnë dhimbje dhe e fërkojmë në të gjithë sipërfaqen në mënyrë që të përthithet nga lëkura. Gjithashtu, pasi ju ta keni aplikuar këtë pomadë, mos e shpëlani zonën tuaj me ujë të ngrohtë, pasi nxehtësia do të shkaktojë djegje në kontakt me vendin e lyer. Por gjithmonë keni parasysh që ju të përdorni këto receta, pasi përveç se do të ofrojnë efekte tërësisht pozitive, ato nuk do të kenë as edhe një efekt negativ në shëndetin tuaj. Pra herën tjetër, para se ju të drejtoheni tek recetat apo medikamentet e ndryshme dhe të kushtueshme, ne ju sugjerojmë që ju të provoni këto receta të mjekësisë alternative. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos t'i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.